Ke vjedhë ndonjëherë? Kam vjedhë. Kam pasur një periudhë se ja, këtë e Kleptomani, ë? Jo. Të pëlqente emocioni apo thjesht s'kishe lek? Ishte, jo, në fakt, edhe kur kam pasur lekë, kam pasur një periudhë... Orso, le që telefon në ndipa. Sigure, ku është portofoli? Dëgjo. Jo, fakti që e thua, Këtë se kam thënë kjo është e jashtëzakonshme që e thua. Po pse më? Po sepse nuk e pranon njeri që vjedh tani. Po e kam bërë më. Çka ke vjedh? Ja pra ta shpjegoj, se s'po më lë, të marr frymë. Ti dhe salsat. Si jeni kështu, vini paket. Kur kam qenë diku nga mosha 16 vjeç, se kam thënë asnjë publik s'po ka shku me një fare. Nga mosha 16 vjeç deri nga mosha 19 vjeç, unë kisha marrë ishin ca mjete, ngjante kështu si një vinç, si se di si mund ta shpjegoj, si një gjë kështu. Po, një lodër? Pa ka shumë, që hishte të gjitha këto të rrobave, që vjen të rrobat këto pullat, që i heqin ato kur i blenti. Okej. Bravo. O, po, pas ke vjetë rroba. Dhe unë 4 vite të jetës sime... Je vesh free, e? Po. Do me thënë, i mirja dyqanet e New Yorkut i kam marrë me radhë.